Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kundërshtohet titulli qytetar nderi për Gjergj Velon nga Partia Demokratike Dega Lushnjë. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak Klemen Çela deklaroi se ky vendim është njollë morale për bashkinë, pasi me firmën e Velos janë internuar shumë njerëz. Doktor Gjergj Velo ndërua të shtunën ditën e çlirimit të Lushnjës nga Bashkia e Lushnjës me titullin qytetar nderi. Kjo gjë ka sjellë debate të shumta mes qytetarëve lushnjar, duke bërë një figurë kontradiktore, pasi një pjesë e shohin doktor Velon si funksionarin që ndihmoi në përmirësimin e kushteve social-ekonomike për rrethin e Lushnjës në periudhën komuniste dhe pjesa tjetër si funksionarin që i shërbeu pushtetit komunist me firmën e tij që internoi shumë njerëz. Partia Demokratike Dega Lushnjë kundërshton titullin qytetar nderi që bashkia i dha doktor Gjergj Velos. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak Klemen Çela dha sot një deklarat ku tha se ky vendim është një njollë morale për bashkinë që vazhdon të shoh pas. Gjergj Velo është një njollë morale për këtë institucion. Shpallja e tij po ashtu dëshmon që është një fyrje e rëndë për qytetarët që vuajtën internimin, persekutimin gjatë periudhës së komunizmit. Ky akt turpërues zhyt bashkinë në nostalgjinë e errët të së shkuarës dhe kërkon të lajë biografinë e nomenklaturës së diktaturës. Gjergj Velo nuk ka qenë figurë e lirisë apo e demokracisë. Ai ka qenë pjesë e aparatit shtypës aso kohe, pjesë e mekanizmit që zbatonte urdhrat dhe firmoste vendime për internime që cënonin dinjitetin e familjeve të nderuara dhe intelektualëve të ndryshëm në periudhën e komunizmit. Ti japësh nderime publike, dikujt që thjesht ka zbatuar me zell detyrat e regjimit, nuk është vlerësim, është revansh ideologjik. Ky akt ekspozon edhe një herë paaftësinë, mungesën e vizionit dhe krizën morale të kryetarit të Bashkisë Lushnjë. Në vend që të nderoj figura të ndritura, njerëz që i kanë dhënë vlera këtij qyteti, shoqërisë, kulturës, arsimit dhe demokracisë, ajo ka zgjedhur të nderoj një funksionar të së shkuarës komuniste. Kjo tregon se bashkia e sotme nuk di të shohë përpara, nuk ka standarde dhe nuk përfaqëson atë që ata duan me shumë zell dhe çdo qytetar i saj, Lushnjën e së ardhmes, Lushnjën moderne. Zoti Çela sqaroi edhe miratimin e këtij vendimi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak më datën 19/9/2025. Grupi jon opozitar dhe unë personalisht e kam kundërshtuar vendimin, por u miratua sepse pozita ka numrat dhe vendosin vetë për çdo gjë, tha ai. Ne si këshilltar të opozitës, unë si kryetar i grupit të këshilltarëve, natyrisht që kam mbajtur qëndrimin tim kundër. Patjetër që është qëndrimi imi, do doja shumë që të ishte unik dhe uniform, sepse kam parë që jo të gjithë kanë votuar, ndoshta e kanë nënvlerësuar, por unë si Klemen Çela, përfaqësues i opozitës në Këshill, kam votuar kundër me bindje plot për këto arsye që thash më lart, pasi nuk mund të bëhesha bashkë për të nderuar me titullin qytetar nderi Gjergj Velon dhe për t'i dhënë vlera të skaluarës komuniste. Unë patjetër që e kam dhënë këtë argument, ndoshta jo kaq gjerësisht sa e jap këtu përpara jush, por ama ajo që më ka shtyrë ta kundërshtoj është sepse unë edhe në komisione i kundërshtoj drejtuesit e komisionit lidhur me standardet që mbaj për sa i përket dhënies së titullit qytetar nderi. Dhe në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë pjesëtarëve të opozitës, kjo e ka plotësuar këtë kriter për mos të qenë me vend shpallja e Gjergj Velos qytetar nderi. Përkeqësohet gjendja e grevistëve në Marines. Nuk reagon kompania Bankers Petroleum, institucionet e tjera përgjegjëse dhe deputetët e zonës. Ndërkohë grevistët paralajmërojnë për shkallëzim të grevës së urisë. Gjendja e grevistëve në Marines përkeqësohet nga dita në ditë, por ende nuk ka asnjë reagim nga kompania Bankers Petroleum dhe nga institucionet të tjera përgjegjëse e deputetë të zonës. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, puset e naftës në mungesë të punonjësve të fushës naftëmbajtëse po monitorohen nga punonjës të firmave nën-kontraktore, por kjo nuk e zgjidh situatën. Grevistët dje kanë shfaqur prapë probleme shëndetësore, ku 3 prej tyre kanë marrë injeksione nga ambulanca që ka ardhur këtu pranë zyrave tona. Pas injeksioneve ka pas një lloj stabiliteti, por prapë vazhdojnë me probleme me tensionin, me dhimbjen e kokës, me lodhjen që shfaqet. A ka patur një reagim të drejtanishëm si nga kompania apo qoftë edhe nga qeveria shqiptare? Jo, nuk ka pas një reagim deri tani dhe kjo duket një farë papërgjegjshmërie që punonësit lënë vendburimin e naftës, vendburimin më të madh të naftës
në Shqipëri dhe më gjerë, dhe këtu operohet deri tani me disa nga nën kontraktorët e shoqërisë Bankers, duke futur punonjës edhe në profesionet që atyre nuk u takojnë, duke u bërë kështu lajm, domethënë dhe rrezik për jetën e tyre dhe shëndetin e tyre, pasi janë jashtë profesioneve që ata kanë përditshmëri dhe detyrohen të bëjnë dhe punë të tjera. Për operatorin Arti Bajrami, poseduan specialist përkatës në mënyrë që të mos pësojnë avari dhe gjendja të mos përkeqësohet deri në kolaps me pasoja afatgjata. Puset janë duke monitoruar në mënyrë të reduktuar nga disa punonjës që janë në kontraktor dhe mund të hasi probleme dhe kjo gjë, sepse nuk e ka ndoshta, nuk po them kualifikimin e dur, por problematikat e impulsi dia që është në atë zonë. Dhe kjo do ketë një efekt zinxhir, sepse mos monitorimi në mënyrën e dur sjell pasojat e një puls. Do bllokimi, do vi sonda dhe kjo është efekt zinxhir që ka kosto. Dhe nuk është në interesin e asnjëri që vendburimi të ketë pasoja. Ndërkohë grevistët, të cilët kanë patur përkeqësim të gjendjes shëndetësore, Eduard Selami dhe Pledar Dano, pohojnë se mbeten të vendosur për të qëndruar të palëkundur në kauzën e tyre, teksa paralajmërojnë edhe për shkallëzim të mëtejshëm të grevës së urisë. Kemi pasur edhe hallë familjare, dikujt i ka ndodhur i fatkeqësi edhe nuk kemi dalë në ky vend këtu, edhe nuk do dalim derisa të mbushen kërkesat tona. I bëjmë thirrje shtetit të gjithë të vinë na mbështesin se jemi shumë keq. Vërtet fizikisht jemi të lodhur, por moralisht jemi shumë lart se shohim që të gjithë kolegët tanë dhe shokët tanë e kanë lënë punën, e kanë braktisur dhe janë duke na mbështetur aty për jashtë. Të gjithë kanë dëshirë të hyjnë grevurie, por ne s'kemi ambiente për momentin, por po e mendojmë me këtë pjesë. Kemi bërë një listë me 40 veta që do bëjmë një çadër të madhe aty në fushë dhe mund t'i fusim aty. Diçka tjetër, jam shumë kurioz me këta deputetët që para votimeve na vinë dhe na bëjnë vëllezër, kushurinj e të afërmit tan. Nuk e di, gjithë këta njerëz që janë mbledhur këtu, 10 veta në grevurie, kanë një interesim nga këta, apo kanë një ndjeshmëri nga këta, të paktën nga ana njerëzore, nuk po flasim politike apo diçka tjetër, se ne jemi këtu, jemi zero politik gjithë. Si grevistët, ashtu edhe punojësit të cilët vijojnë grevën me bojkot pune, theksojnë se janë të vendosur në ndalimin e punës deri në arritjen e një zgjidhjeje konkrete, ndërsa paralajmërojnë edhe ashpërsim të grevës në ditët në vijim. Shoqata sportive jo fitimprurse Marathon Albania ka organizuar një maraton në pyllin e Divjakës me 100 vrapues të distancave të gjata nga Franca dhe nxënës të shkollave të Divjakës. Bukurit e natyrës së Divjakës ishin shtysa për organizimin e këtij aktiviteti sportiv, thanë drejtuesit e Marathon Albania. 100 vrapues të distancave të gjata nga Franca kanë marrë pjesë në maratonën Kalorësia Arnisës në pyllin e Divjakës. Maratona u organizua nga shoqata sportive jo fitimprurse Marathon Albania, ku vrapues të moshave të ndryshme nga Franca, si dhe nxënës të shkollave të Divjakës, kanë vrapuar në shtegun e Vaut 12 km. Itinerari përfshinte kalimin në pyll në shtegun e Vaut deri në lagun. Organizatorët shprehen se të impresionuar nga bukuritë e Divjakës kanë sjellë këtu vrapuesit, dhe kjo do të jetë një kartolinë e bukur për turizmin. Sot e kisha radhën Divjaka për një grup, për një shoqat vrapuesish nga Franca, të cilët sot kanë etapën e dytë që zhvillohet në Parkun Kombëtar të Divjakës si një nga perlat, si një nga kartolinat më të bukura që Shqipëria mund të prezantohet, jo vetëm tonë në Shqipëri, por dhe në mbar botën. Divjaka pikërisht merr pjesë në këtë aktivitet shkollat? Atëherë, për hir të vërtetës, ne na vjen mirë sepse kemi bërë një thirrje që edhe shkollat e Divjakës të bashkangjiten kësaj nisme për sportin dhe vetëm për sportin, për një shëndet të mirë fizik, po ashtu dhe mendor. Ne kemi prezantuar sot një mini maraton 12 km në për Parkun e Divjakës, duke zbuluar peizazhe shumë të bukura, të cilat besoj dhe mendoj që çdo vrapuesi do t'i mbeteshin në mendje. Ka disa grupe vrapuesish, ka vrapues elitar, ka vrapues të ritmit më mesatar, ka dhe persona të cilët janë një nga ato vrapuesit francez, të do t'i tregoj rrugës. Bravo. Dhe kishin dëshirë që të bëni një ditë në Parkun e Kombëtar të Divjakës, të bëni një stërvitje, një seancë stërvitore. Futën në shkollat e mesme të qytetit të Lushës dhe të Divjakës dhe ekipi dhe shoqata sportive që ka ardhur nga Franca.
Atletët francezë që vizitonin për herë të parë Shqipërinë mbetën të mrekulluar nga natyra nëpër të cilën vrapuan, por njëkohësisht edhe të keqardhur pasi nuk patën mundësi të shijonin faunën e pasur të parkut për shkak të angazhimit në garë. Maratonën 12 kilometra me kohën 54 minuta e 19 sekonda e fitoi atleti Adrien Penalba. Aktivitetet të tilla shërbejnë për të nxjerrë në pa vlerat turistike të parkut kombëtar Divjak Karavasta. Maqedonia e Veriut mbajti të dielën zgjedhjet lokale. Pjesëmarrja e ulët bëri që në 3 komuna zgjedhjet të shpallen të pavlefshme. Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut mbajtën të dielën. Pjesëmarrja në votime qytetarëve ka qenë 46.65%, ndërkohë që të drejtë vote kishin 1.832.415 qytetarë të regjistruar në listën zgjedhore. Sipas të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, pothuajse ka përfunduar procesi numërimit të votave në 3.474 qendra votimi, duke arritur në 99.94% të votave të përpunuara. Rezultatet paraprake tregojnë një fitore të thellë për VMRO-DPMNE, që ka siguruar 34 komuna, në 19 komuna kryeson në balotazh. Partia Shqiptare Vlen mori 5 komuna, ndërsa 4 në balotazh. Në këto zgjedhje për të zgjedhur kryetar komune në raundin e parë, kandidati duhet të marrë mbi 50% të votave. Në rast se kjo shifër nuk arrihet, raundi i dytë do të zhvillohet më 2 nëntor, mes 2 kandidatëve me më shumë vota nga raundi i parë. Sipas KSZ-s, procesi i votimit është zhvilluar pa probleme, pa njoftime për parregullsi apo shkelje të mundshme. Teksa vlen të theksohet se në 3 komunat, Centar Zhup, Mavrov Rëstush dhe komuna e Vrapçishtit, zgjedhjet u shpallën të pavlefshme për shkak se nuk u arrit niveli i duhur i numrit të pjesëmarrësve në proces. Grabitje në Muzeun e Luvrit në Paris, bijuteritë që i përkasin Napoleon Bonapartit. Presidenti Macron e cilësoi aktin si një sulm ndaj trashëgimisë dhe historisë franceze. Muzeu i Luvrit në Paris u mbyll sot pas vjedhjes më të bujshme të viteve të fundit, ku persona të maskuar si punëtor ndërtimi arritën të hynin në ndërtesë përmes një zone ndërtimi dhe të vidhnin disa objekte të çmuara historike. Vjedhja përfshiu thyerjen e kutive prej xhami antiplumb në Galerinë Apollo dhe grabitjen e bijuterive që i përkasin Napoleon Bonapartit. Sipas mediave franceze, hajdutët hyrën në muze nëpërmjet një ashensori mallrash dhe u larguan me një skuter drejt autostradës. Me sendeve të vjedhura është edhe kurora e perandores Eugenie, e cila më vonë u gjente dëmtuar pranë muzeut. Presidenti Emmanuel Macron e cilësoi aktin si një sulm ndaj trashëgimisë dhe historisë franceze, duke shtuar se autorët do të përballen me drejtësinë dhe se po bëhen përpjekje të shumta për të rikuperuar veprat e humbura. Ai theksoi se projekti Rilindja e Luvrit të ri do të sjellë masa të shtuara sigurie për mbrojtjen e pasurisë kulturore. Objektet e vjedhura, të cilat mund të përfshin xhevahiret e kurorës, kanë një vlerë të pallogaritshme, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe historike simbolik. Historianët paralajmërojnë për rrezikun që këto sende të përfundojnë në tregun e zi dhe të humbin gjurmët e tyre përgjithmonë. Ndërkohë autoritetet franceze në bashkëpunim me Interpolin po punojnë intensivisht për të identifikuar përgjegjësit dhe për të shmangur shpërndarjen ilegale të objekteve të vjedhura. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.